edhe me shtetësi automatike britanike mas asaj kohe, unë nuk theva në Kosovë, s'kisha mundësi të rria atje, isha të jetë investuar personalisht në këtë vend, dhe dhe më thonë, dilemat, se kjo është pyetja e vrasjes, dilema a do të vrasin apo jo. Në një moment ne u shëndrum, dhe ky ishte momenti transformativ i shoqërisë tonë, viti 89-90. Kur të gjithë, deri në vitin 89-90, njeriu nuk i ka identifikuar viktimat. Janë vra 20, është janë vra 7, është vra një... Kur është varros, e ka varros ose fshati ose ajo pjesë e qytetit. Por prej vitit 90 dhe kjo në një moment kur e filluam ne me këtë idenë e ndezës së qirive, idenë e qelsave, të gjitha këto kanë qenë për të treguar që ne jemi një popull, një kombë, një lëvizje, një solidaritet i cili duhet të ekzistojë mes nesh, edhe që në atë moment çdo njeri prej nesh është i rrezikuar për vetë faktin që je shqiptar. Jo çka ke mendu, çka ke kriju, çfarë shkolle ke kryu. Edhe ky solidaritet i madh edhe lëvizja paqësore, inventive, krijuese, mendoj se na ka shpëtuar si komp. Ti me gjithatë je rrit nëpër zyra diplomatike. Dhe dashte s'dashte, të pëlqeu as të pëlqeu, je shndrum diplomat me zor. Si mu më thatë në fillim prezentut si shkrimtar, unë s'kam pas idenë të bëhem shkrimtar në njëherë, pa mundësi për të bë punën time, kam gjetë një alternativë, sepse si është ai libri as një ditë pa një radhë, njeriu, ose përvoja e Sheherzadës që ka obligim për çdo natë se ajo i një tregim për ta fituar një ditë jetë kundër të një i vdekun. Në periudhën e asaj që quajtëm fillim projekt për krijimin e shtetit, projekt për krijimin e pavarësisë, këtë qenë një pjesë substanciale e këtyre delegacioneve diplomatike që kanë kriju mes, që kanë kriju ura, bashkë me përsjellësit e kësaj lamije, Ibrahim Rugos ka qenë domethënë në Kandizhan, madje edhe njerëzit që kanë ndihmu pak, po edhe ata që kanë ndihmu shumë. Po keni qenë ndër njerëz të rëndësishëm të atij korpusi. Të njëjtën gjë po të pyes, po çfarë ndodhi tash kur u kriju pushtetet reale? Pse për shembull në kuadër i tillë nuk është paktën diplomaci që Kosova ka nevojë për diplomacinë më shumë se për ajrin. Ne s'kemi identitet ndërkombëtar. Ne e rrajmë vetveten, si jemi kërkund. Dhe si thot Kanti atje, kur të fillojsh të rrajsh vetveten, ke marrë fund. Ose mu kujtue vllaznit Karamazov, Dostojevskit, kur Daniel Karamazov i thot, e pyet Starovin, çfarë duhet bëj që ta shpëtoj shpirtin. Thot, para zgjithash, mos e gënje veten kur. Ne fatkeqësisht kemi ardhur në atë stad që e gënjejmë veten, se ne prap jemi një subjekt në raportet ndërkombëtare, se kemi lidhje, se punët po na shkojnë mirë, po punët i kemi tepër keq. Dhe pse kuadrot që janë taft për të bërë diçka dhe për ta ndruar këtë realitet, janë marginalizuar tërësisht. Unë mendoj se projekti mendor i autonomisë ka qenë më i fortë në momentin kur ka kriju unitet, kohezion shoqënor. Pra, në momentin kur forcohen institucionet e Kosovës, ndërtohen, krijohet aso kohezioni që pak kush nuk përfshihet në te. Ka vend për gjithë. Do të thonë, ajo lëvizja e cila fillon me Fadilogjin 66 në tutje, është lëvizje e cila tërheq kuadro, jo dëbën kuadro. Prej njerëzve që janë dëbu, ndoshta ka qenë Ali Shukria, sa ma i menu, në atë kohë
po ai edhe i vetë dëbum, sepse nuk është pajtuar. Është tjetër ka. Në lëvizjen për pavarësi, edhe këtu është forca e madhe e Ibrahim Rrugovës, për cilën ti e din që kam qenë kritik për pasivitet për gjitha tjera, por forca e madhe e Ibrahim Rrugovës ka qenë që përkundër kritikave që janë bërë, ai ka qenë njeri i cili ka tërheq, nuk ka dëbu. Nuk ka qenë njeri i cili ka dash të dëboj njerëz, edhe në momente kur unë e di në relacionet tona personale, ka pas shumë njerëz të cilët e kanë kritiku pse ende mban relacion me mua. Në atë kohë, po ne kemi punuar bashkë deri në ditën e fundit në Rambujet, domethënë, dhe këtu pak a shumë. Po, pra, di. Po. Mbas lufta, për fat keq, na ka gjetë pak kohezion. Dhe ndoshta tash janë të ndërlidhura këto ideja, kohezioni e të tjera, por po ta tregoj një anekdotë, po një ngjarje nga Rambujeja, e cila më duket se ilustron tërë shekullin 21. Në Paris, para se të nënshkruanim, një ditë para se ta nënshkruanim marrëveshjen, kur shifsha që ka ndasi të madhe mes për delegacionit ta quaj kushtimisht të UÇK-s dhe delegacionit të LDK-s, dhe me qenë se nuk kishte pajtim për formimin e një qeverie të përbashkët, sugjerova që të formohen qeveri komunale të përbashkët. Pra që ditën kur do të çlirohej Kosova, të vinte, se dinim që do të vinte NATO-ja mbrana, që komandantit të NATO-s i cili do të vinte, generalit i cili do të vinte, në komunën e Skenderajt, në Prizren, në Mitrovic, të thuaj mirë dita, unë jam kryetari i komunës, i Mitrovicës, si mund t'ju ndihmoj, jam në shërbimin tuaj për vendosin, po as kjo nuk u realizua. Kjo ishte shumë më e lehtë. Ka pas për shembull mbas luftës, ide në të cilën kam qenë përfshirë edhe unë, që të formojmë strukturën policore të Kosovës, duke përdorur policët të cilët kanë qenë në sindikatën e policisë në vitin 90. Atëherë patën formu sindikatën e tyre. Dhe dakord, ti nuk do t'i marrësh njerëzit që kanë punu në sigurim shtetëror, por do t'a marrësh policin e komunikacionit, dhe do t'a vendosësh aty dhe e vendos institucionin tënd. Gradualisht e ndërton, po as për këtu nuk ishte pajtim politik. Dhe kur ndërkombëtarët panë që ekziston mungesë kohezioni brenda Kosovës, atëherë ata e morën detyrën e udhëheqjes së shtetit deri më sot, dhe kjo ka lënë pasojat të jashtëzakonshme në këtë vend. E vazhdojmë këtë bisedë. Kemi shumë për të bisedu, po e vazhdojmë vjesht. Faleminderit shumë. Ju faleminderit juve.